Një moment i rënd emocional ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Big Brother VIP Kosova, ku moderatori i programit, Alaudin Hamiti, është prekur deri në lot gjatë fjalimit të tij drejtuar banores Benita. Teksa i drejtohej asaj për mënyrën se si vajzat brenda shtëpisë po komunikojnë dhe për plasjet e tyre të shpeshta, Alaudin i theksoi se situata është veçanërisht e ndjeshme në një kohë kur dhuna ndaj grave vazhdon të jetë një realitet i rënd në shoqërinë tonë. Moderatori u emocionua teksa foli për raste tragjike të grave që dhunohen apo humbin jetën nga partnerët apo njerëz të afërt, duke i kujtuar banoreve se mes tyre nuk duhet të ketë sulme, fyerje apo përbuzje. Është e padrejtë në një kohë kur gratë sot vriten nga burrat, vriten edhe mes vete tash. Nuk është e hishme, nuk është as pak e hishme që të sulmoni njëra tjetrën. Nuk kalon muaj pa u dëgjuar për një grua apo vajzë që torturohet, dhunohet, apo vritet nga një burr, nga një i afërt, apo nga dikush tjetër, tha Alaudini. Ky moment preku publikun, ndërsa në studio u krijua një atmosferë tepër e rënduar emocionale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.